Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Çfarë ndodhi në këtë moment, burr? Ç'a ndodhi? Si ndodhi kjo gjë? Manifestoni në këtë jetë. Manifestoni, gjëra të mira do arrin tek ju. Nuk ka mundësi që sapo ndodhi kjo gjë që ndodhi. Do thoni ju çfarë ndodhi? Erdha një xhiro në të përdorurat, shoh ndonjë gjë me shumë pak shpresa, por që javën e kaluar po vini re, po merrem me atlete, vajta ndrova pumat, po shifja për samba, po kënde ande atlete. Biles, sot në mëngjes bëra edhe një ofertë për një pal samba në Vinted, sepse kishte të lira, ajo thash inshallah mi lën më të lira ti marrishin një pal samba shumë të bukura. Dhe shkoj në të përdorura, dhe gjej atlete, nuk gjej thjesht atlete, gjej yll atlete. Nuk po I besoj dot tani. Sapo të shkoj në shtëpi do ju tregoj, okay, sepse I kam çantë mbrapa, por jam pa fjalë. Kështu që në jetë manifestoni. Prisni juve. Atlete. Çanta. Veç lek nuk po thresun ndonjëherë. Gjithë të tjerat I kam tërhequr, vetëm lekët më rin larg, shumë larg. Let me show you direct çfarë mora. Janë të përdorurat, edhe ndonjëherë, po të fondi shumë shpesh, është një tjetër xhaxhi që shet jashtë të përdorurave. Nuk kam arritur të kuptoj akoma gjën, por ky xhaxhi shet gjëra që janë pak më të shtrenjta se në të përdorurat, barabar të lira edhe mund të ketë edhe gjëra të reja në përgjithësi ose më luxury ose më. Unë në përgjithësi nuk dalojem te ky xhaxhi. Nuk shkoj fare, se them ky xhaxhi gjën nga të përdorurat, I merr atje më të mirat që ka gjetur para me I shet më shtrenjtë. Jo, nuk do I marr nga xhaxhi. Por sot si po hecja, po shikoja xhaxhin, edhe shoh atlete. Adidas. Edhe jam like, do shkoj te xhaxhi, si në magji, vajta direkt te xhaxhi. Jo. Janë të reja, janë me etiketat e tyre, nuk janë sambat, janë ato special. Me këtë ngjyrën mjeshile fantastike, shumë më pëlqen. Edhe xhaxhi ishte 40 euro. Të reja, 40 euro. Të reja, fringo. Në dyqanet sportive I keni 120. I gjesh edhe me ulje do më thua 110, 90, 80. 40 nuk do I gjesh me ulje, është e sigurt. I mora. Por ndërkohë, gjitur me këto, kishte edhe këto. Ngjyrat janë ky miksi kafe burgundi edhe verdh. Ngjyrat e sezonit. Të gjitha ngjyrat e momentit vëna në një këpucë. Edhe këto janë të reja fringo, kanë këtu çdo gjë I kontrollova mirë, duke qenë që kam edhe për vetë Adidas I kontrollova mirë, po janë origjinale. Nuk kanë defekte, nuk janë fantastike. 40 euro të tjerë. Unë mundova I thash atij xhaxhi, do ti marr të dyja palet e këpucëve, do bilesh më lirë. E më tha, më lirë se sa gjysmë e çmimit nga ajo që do gjesh në dyqan, kështu që nuk ti ul më shumë. Bëra pak të vështirë nën, sikur do lija këtë do mira vetëm ato të tjerat. E tha Klajdi merr edhe këto se ka 40 gradë këtu e nuk po ri dot poshtë diellit. Edhe nuk arrita të bëj çmime të mira kështu. I love them. Ishte dita ime me fat sot. Nuk e di si tjetër ta sqaroj. It was my day. Burr, duhet të luaj një ashtu sot. Të luajmë një ngritje se mbase fitojmë edhe një lek. Pastaj brenda me 2 euro I gjysëm gjeta këtë commission, shumë e bukur, butter yellow. Ishte numri medium I burrit. I thashë do burr. Ai duam tha, materiali shumë I mirë është në prekje. Është I gjerë si këmish, nuk do I ri pas trupit, po I thash ta marr ta mbaj të hapur. Nuk arrit të kuptoj. Shifere, më ka vënë edhe kshu, laçi të tjera. Lipse. Mbase për këto që kanë jeshile, më ka vënë edhe këtore. Edhe fundi gjëja që mora një gjë për shtëpim because I liked it very much. Edhe e dini sa më pëlqen goldi edhe kornizat e njërin e tjetrën e mora. Më tha Klajdi, ke gjë një korniz aty që se ke përdorur. Edhe ka të tretë që është gold, por nuk e kam përdorur atë se do foto të madhe. Edhe faktikisht dua të printoj foto sepse nuk kam foto të printuara, asnjë foto të printuar. Por thash për 2 euro, lihet kjo bukuria. Më duket është e piset kamerat se po shoh diçka aty. Është e piset kamerat. I'm so very happy, yo! Nuk do rinë të bukur edhe këtu kjo korniza, të vej një foto të lushes, të bërë me jaj që gatuan e tale atje. Mua disi më pëlqen, por nuk e di pësh praktike. Pastaj vajtë morëm edhe fruta, verdura e të gjitha këto mos rrit ju them përsëri vajtë morëm. Dhe tani delim pak ko sponsorit të videos. It's unboxing time. Pako it is, njerëz. Pako gjigante it is. Është nga marka Eofi dhe është një robot. Do filloja vashta instaloj. E dini që kam patur disa robota, jam bërë eksperte thuajse tani. Kjo është stacioni kryesor, që ka edhe prizën edhe karikojt e gjitha gjëja, por ka këtë qeskën, të cilën duhet ta instalojmë si fillim. Dhe pastaj vendosëm kapakun. Dhe këtu kemi fshesën tonë. Eofi ka modelet e ndryshme. Ky modeli që zgjodha unë është C10, edhe më pëlqevi sepse është shumë e holl po ta shikoni. Kështu që nxep poshtë mobiljeve shumë kollaj. Si produkt mund ta gjeni akoma edhe në Amazon, kështu që keni shumë kollaj për porositjen.
Po bën karikim ndërkohë që unë do shkarikoj aplikacionin. Sot nuk kam fshirë edhe shtëpinë, kështu që shpresoj të bëj super punë edhe unë mos lodhem fare. Kam spostuar pak pemën atje, u regjistrova, e karikova edhe është gati. Kam mjaft shumë fuqi, mblodhi qimet e Milos, që janë edhe të gjata ju kam thënë. I hodha edhe një biskot që të shoh si do reagoj, e mblodhi edhe biskotën, plus që kjo gjëja që e karikon që futëm qeskën ka kapacitet deri në 60 ditë. Domethënë për 60 ditë juve e leni të pastroj atë, pastaj shkon atje vet. Plerat, plurat, qimet që mbledh, i fut automatikisht ajo qesja, edhe juve e harroni atje për një muaj, ndroni një herë në muaj e jeni rehat. Plus ishte mjaft e holl, hyn te poshtë mobiljeve, dhe po jeni të interesuar do ju le të gjitha linket poshtë te description box që t'i gjeni. Ky si robot është një nga ekonomikët, me kodin tim Angela AK10 përfitoni 150 euro ulje, kështu që ju del diku te 200 euro roboti. Erdhi edhe Amazoni, t'ju tregoj unë blerjet që bëjmë neve në Amazon. Këtë e porositi burim. Acido citrico. Ne kemi vende dushi sipër, një si tip filtri që ka bler Klajdi në Amazon për ujtin. Gjasmi ta filtroj pak më shumë sepse na shkatroi të lëkura flokët me kaq kalkari që ka këtu, ja kam thënë shpesh. Por edhe ajo do pastrime më tha Klajdi që bëhet me këtë pastrimi asaj, më tha mund ta vë edhe te lavatriçja sepse është për antikalkar. Nuk e di ku e ka lexuar këtë, nuk e di po ka bërë një bisedë shkurtër me Chat GPT-n edhe e vendosën, gjithsesi e mora ta bëj çfarë do doj. Pastaj e mora unë, janë këto, sepse kemi edhe një status bishe. Janë ca gjëra të këtilla, ku shkon palestër mbasi i ka parë ose i ka rastisur diku. Janë që ti vesh këtu për kur ngrejnë gjëra pesha njërin tjetrën, mos do të krijojnë kallo, plus nuk arritin mbaj peshat njerëz, më bjejnë, më rëshjasin nga dora. Ndërsa kur përdor këto që ja përdora një gocë në palestër që i kishte ajo të veta, e mundesha ta mbaja, të paktën nuk më binte, nuk më hapeshin kështu gishta direkt. Kështu që vendosa të marr edhe këto ti kem, që të mundem të vazhdoj të servis luanën që kam brenda meje. Edhe i bëra edhe pantallonat e mia me salcë. Shaj Klajdin, por edhe për vete jam bërë më keq se ai. Preva mjaft moll karota edhe çfarë quhet kjo celery. Buri po na monton atë sepse duam vitamina. Vitamina. E vura direkt te kjo, që çfarë ngele ta pim nesër, për mbyll e fus në frigo edhe nuk i kum vitamina. Tash në shkencar që kanë kontrolluar këtë gjë, po vitaminat bën hop edhe dalen nga kjo, nuk dalen. Ma klini rehat gjithë mund ta mbani në frigorifer. Një ditë 24 orë sigurt, më duket e 48, po 24 jeni okay. Desha ta pija. Me këtë vapën duhet të konsumojmë vitamina e të hidratojmë. Që mos të ekster vitamin. Mbi tensioni gjithkohon. Edhe marr kokra vitamina. Por këto besoj janë më të mira akoma, supozoj, nuk e di. Serë që vjen dimri, e more mos më pëlqente vera. E serë që vjen vera, kuptoj që nuk më pëlqen vera, më pëlqen pranvera. Bizë mu më pëlqen vera, ta pi. Mua më pëlqen kjo ta pi. Pa që atë qito citrico. Aty e vura. Shikoni sa kjo është e qepur me qershi. Është ajo që po i thoshe që ka marrë në të përdorurat. Ja thashë janë të kaluar me 2 euro gjys. Këtu të lagjajon, ka këtu një javë një festival me muzikë me gjëra, nuk jam shumë e sigurt, DJ sets edhe banda, nuk e di se nuk kam vajtur si vjet. E them mos shkojmë sot në darkë, se deri nesër është më duket. Edhe desha të kaloj një xhiro të shoh çfarë kam bërë si qytet. Plus që gjithë javën duke qenë që ishte ajo muzika pum 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 pum, nuk kemi fjetur. Ja, nuk kemi fjetur. Në orën 2 të mëngjesit kalonin njerëzit që mund të kishin pirë ose ishin të rinë adoleshent, nuk e di, duke thirrur, makinat me muzikat bum bum bum. E në përgjithësi kjo java, darka nuk ka vajtur mirë. Bum bum bum. Kjo është edhe për lavatriçe lavastovite që ta përdorësh. Ky
Bifi që thoni, nuk mban erë diçka baby, mban erë talë. Okej, edhe unë e kam lidhur talkun me babyn te koka ime, prandaj u thosh mban erë diçka baby. Avash duke u përdorur me erdhi me çfarë erë mban. Tani që kam përdorur pak më shumë, mundem të konfirmoj që të mbaroj shumë shpejt. Nuk më pëlqej fare për xhamat. Fare, zero. Asgjë më e keqe që kam përdorur çdo njëherë te xhamat. Lava një xham me këtë, e la të gjithë xhamin me vija e pastaj e rilava me metodën time klasike. Do me thënë me ujë dhe ilaç për çimentot. Pastaj për gjitha të tjerat edhe pse unë e kam përdorur vetëm në kuzhinë thuajse. Oh, so beautiful! Këto ishin në të bukurat. Jo, këto ishin ato që nuk kanë vdekur akoma. Taran! Trendafilkat e oborit ton, this is so cute and beautiful. Kjo është më e gjallë se po qelet akoma, kurse kjo shive. Duhet të ruhesh, bur. Sille do një tjetër, pero që mos duken kështu si për gjuna. Imagjinoni kush u la edhe duke u larë u bërë për t'u larë. Kam filluar të më dalen edhe puçra, thjesht nga sa shumë djersitëm brenda ditës, që nuk isha me puçra. Okej, më ka ngelur qashenja në lukur, por atyrve s'kam edhe shumë gjëra t'i bëj. But what is this? Rebecca, I worked. Flokët e mia s'nuk, ju duken gjë të drejta ju këto. Edhe kam vënë edhe atë Sprite-in, wow, që ju them që është shumë i mirë sepse mban lagështin. Po, nuk e di çfarë po ndodhesh periudha është bapa. Por më shikoni sa të gjata që janë flokët e mia, sa shumë janë zgjatur. I love them. Nesër besoj kur të zëm të i bëj kaçurela me Dyson e dorin më bukur. Për sot kaq ishte. Do shkojmë te festivali si po e thosha. Ora është 9 darkës thuajse. Rroba kam plot, kam aq shumë rroba që nuk e di çfarë të zgjedh të vesh. Kam turpin e zgjedhjes. Do plas me xhinkset, por është në park, do vesh edhe atlete, kështu që them të jem rehat. Të vede këta ripin që kam edhe të rije, nuk e kam bërë, shkon, më pëlqen. Favorite combo unazash këto ko. Një ditë vendosa edhe unë të dalëm, një ditë. Tali është tani të ndej 2 tapetë që kisha vend të larë, e dëgjoj popullima. Super, fantastike. Tani dalëm, e si ta kemi të shkruar. Erdhi ora. Opa, o lushe, a vashe buri dheu? Do we like? Ja për një kështu pop-up color, apo pop-off color. Ate, bur. E qesh. Bur. Shumë bukura. Bravo. E dini çfarë më mungon tani me këto këpucë? Vetëm një gjë që më mungon është Ferrari. Këpucat i kemi, stilin e kemi, makina mungon. Ora është 9 ca, edhe jashtë është akoma ditë. Si përfundim rashi, jo shi, rastuhi, ishte kokra e shiut kaq sa koka ime, frynter, një tmerr, sa po kishim mbaruar të hajmë, do me thënë nuk arritëm të shkojmë atje, nuk pam asgjë, nuk pam as koncertin, asgjë, sepse sa mbaruam buk, fillovën kokrat e shiut kaq, vajtëm u futu me vrap, se ishte edhe në park ajo, nuk isha ku të fusje kokën. U futu me vrap në një si tip kënd lojrash, kishim vënë aty në mes për fëmijë. Derisa na përzuri edhe ai, na tha ikni tani që këtu të rim vetëm fëmijët me mamë. Ik me vrap në makinë, jemi bërë lunch, çull, burim kishte veshur e Birkenstock. Ishte fiks dita për Birkenstock. Mirëmëngjes. Mëngjesi sot nuk fillove shumë mirë. U zgjova, dola jashtë të kontrolloj bazilikon tim. Van mend atë që kisha bler me Albionën edhe ishte akoma gjallë se ju thash që po ja marr dorën. Po, nuk e gjeta bazilikon. E pati dje që kleti po priste lule. I thash pastaj vaditi pak se baziliko sidomos që nuk është pep. Në dark që ka ngrënë shumë diell, është jashtë. Bën një bje. Pastaj vadit ti, në gjithë kurse është prap i bukur. Dola ta shoh unë se rajde shi dje. E thash do i ketë mbytur shiun ujë se plus e vaditëm, plus ka ngrënë ujë. Edhe nuk e gjej bazilikon. Edhe hy brenda i them, "Bur, ku është baziliko?" Më tha, "E hodha në plera." Po mundojmë të mbaj veten, por realisht kam një sentiment dhune. E cornflakes edhe shpresoj të më kaloj. Sepse atë bazilikon më bën 3 javë që po e mbaj, ishte i madh, ishte i bukur, edhe më pëlqente shumë. Plus isha shumë krenare për punën që kisha bërë. Duhet të bëj meditim në këtë moment për sa nerva kam, nuk e keni ide. Mirëmëngjesi, thash. S'po më del e keqja. Bravo Lushe, bravo. Ko ç'e ke për të thënë për veten tate? Shqyrë bana i që dhe gru që kesh ta tregosh në video. Story time. Ndihesh krenar, ndihesh bukur tani. Po jo, jetë nuk ndihem krenar, se mbjen keq. Unë e di që ti nga ana e agrikulturës, si thua, nga ana e luleve je shumë e kujdesshme. Edhe sot me qenë se kshu ashtu kënde ande, mund t'ikëm me një xhiro në Bielorusi. Çfarë? A the kishe punë? Ajo është puna ime. Bëj xhiron të përdorurat. Ka diell, ka merkato, bëjmë një xhiro. Ç'do bëjmë? Do ikim në shtëpi të mbyllemi prapë. Se no mund të ikim në qendër në Rexho. Ç'do bëjmë qendër në Rexho? Ku di unë të ecëm të shkojmë në dyqan e xhiro. Si duash? Bielorusi.
Bjelorësi. E vej që përfundove te Bjelorësia prap. Jam të pima të kafen, që inshallah na qetëson trut. Edhe dihet që dita e mirë duket që në mëngjes. Nuk është kod kjo fjala urt. Janë të mbyllura të gjitha kafet e lagjes si më pëlqen kafe. Edhe erdhëm te një kafe tjetër që shpresoj të më pëlqejë kafe. Por nuk e di po do më pëlqej. E në përgjithësi nuk ka nisur mirë kjo dita. Mos harroni krem dielli. Sa po hapa një krem dielli të ri, edhe kam gjë porositur 2 të tjera, edhe po I them vetes ke porositur pak që ke porositur 2. E dini çfarë vura re kur vajtëm në Sorrento, Positano, Amalfi? Kishte shumë turista nga Kina, Japonia, Korea. Të gjitha gocat kishin në fytyr, përveç se vishnin kapele, venin një fytyr një si tip maske. Ishte mask prej leckeje, e kapje këtu mbrapa të veshët, e të kapte gjithë fytyrën deri poshtë te pjesa e qafët. E kishe jashtë vetëm syt edhe gojën. Asgjë tjetër, e të syt vinin edhe syze. Ishte herë e parë që e pash këtë maskë, nuk e dija që ekzistonte, por e bëjnë apostafat për diellin. Të gjithë duan lëkurën që kanë gocat koreane, por ajo nuk vjen me ekspozimin në diell, sepse më dërgoni ndonjëherë dhe disa TikToke ose Reelsa që bëjnë disa njerëz, janë edhe mos e madhe kryesisht këta njerëz, e thonë kremi diellit është falso që të bën mirë, kremi diellit të bën keq. Bëjnë këtë lloj propagande që nuk arrit të kuptoj për çfarë drejt arsye. E shpresoj që shumica nga ju mos I hani këto renat, e mos I besoni këto propagandat, sepse duhet të keni parasysh që në internet del çdo njeri e flet për çdo lloj gjëje. E thot çdo besim që ka në trurin e vet. Kjo nuk do të thënë që është e vërtetë atë që thon. Ju lutem shumë, po dëgjuat dikë që thot kremi diellit nuk bën kush e di sa mirë, mos e përdorni sepse ka këta njerëz. Jo, rrezet e diellit janë kancer për lëkurën tonë. Edhe kremi diellit është vetëm një gjë që mund të na mbrojë. Ato maskat që përdoren koreanet, të vishni rroba me meng të gjatë alino për shembull. Gjithmonë doktori, dermatologu thot mbron nga dielli. Nuk është se kremi diellit të bën keq. Rrezet e diellit të bën keq. Kremi diellit është vetëm një gjë që kemi kundra këtyre rrezeve të diellit. Më bëri shumë përshtypje madhe sa para janë këto gocet koreane, kineze, japoneze me këto maskat. Ju betojmë, dua të blej një 2 t'i kem që të paktën t'i ve, nuk e di kur të ve, sidomos me Klajtin po të kem afër, se ai shikoni çfarë po qesh, vetëm që më dëgjon që petem po qesh. Pa kuptuar që un pastaj për të më plakem do jem e bukur, por nuk jam aq para. Besoj që nuk do I përdor. Do I marr kot sa për kuriozitet. Living fast, so we set the pace. Junebug, darling, couldn't be replaced. Underneath. Këtu derën se bërim po dëgjon të reja për luftën edhe I kemi si background. Plus, këto kafshët që bëjnë tani në behar gjithë ditën z. Nuk e di si quhen këto kafshë. Që I dëgjoj gjithë ditën, por nuk I shoh kur. Ku janë? Ku më çifin në përpeng? Nga një anë më mirë që nuk e shoh, se po të shifja do më shkonte në mua. Këto daljet tani në behar në qytet janë opsioni vetëm që të marrin pak ngjyrë për mua, të paktën që jetojnë në një zonë pa det. Gjeta një gjë që më kisha shumë orek, se shumë qejf që të gjej shumë gjëra, po kjo vapa jashtë. Ta fik trurin, ta bën off. Nuk është merkato për këtë periudhë. Të paktën ato merkatot e hapura nuk janë për këtë periudhë. Jo, asgjë nuk është për këtë periudhë faktikisht. Më pëlqevi mua një varse, jo një, 2-3 varse. I kishte po një i gjatë, shumë varse të bukura, kishte vintage, të viteve 60-70 yll, po I shiste me 40 euro, që është një çmim I drejtë, besoj, I duhur. Por nga ana tjetër, unë nuk kam nevojë për një varse 40 euro. Kështu që thash, e di çfarë, do I marr dikush tjetër që mbase e kam më shumë nevojë. Por gjeta këtë tetën që kishte edhe kjo jewelry, edhe gjeta këtë që më pëlqevi. Byzylyk. Kishte edhe ngjyra jeshile shumë të bukura, këndeja nde. Po më pëlqevi ke bardha, lajgëtis për në behar. E keni parë, kam marrë disa të bardha, po më pëlqejnë shumë. Janë gura, më tha teta, edhe e shiste me 2 euro. Tani, me fustanin e zezë nuk parashkon, po të kesh të veshur e gjëra të bardha ose një fustan me ngjyrë kështu pastel. Besoj do duket më cute. Edhe desha t'ju pyes po jeni informuar edhe juve për luftën. Sepse është diçka që na intereson të gjithëve, e vërteta është. Çdo ditë edhe më shumë të reja kemi nga këto e më shumë gjëra ndodhen, është e frikshme, është e tmerrshme, sepse po kjo lufta zhvilloi mes, nuk e di, militarëve që deshin të vriten, apo ku e di, politikanëve që deshin të dalin vetë ata me armë në përduar e të vriten me njëri tjetrin, le të zhvilloj. Por kur bëhet fjalë për fëmijë, për civil të pafajshëm, dhimbja është shumë e madhe. Ne jemi ata që duhet të mbrojmë fëmijët, jo ata që I vrasin fëmijët. Edhe realisht nuk e di si të ndihmoj e çfarë të bëj. Kalova shumë kohë me këtë luftë dhe në vend që të jetë bërë diçka
shaj ta ndalojmë, tani po përkeqësohet, edhe shoh që fundi nuk është afër. Po beja ka qor një ril, kështu që ka vajtur mbas dite, duke qenë që më mori shumë orë vishu, ndrohu, ribej skena që nuk të pëlqejnë, tani nuk më pëlqen ndriçimi, ribeje nga fillimi. Disi kështu më iku dita mua sot. Me një tekpull rilsi. Nuk po e heq dot edhe këtë. Ke të mbledhësh namin që ka bërë për të mbaruar rilsin. Roba kup kënde. O zot kush u qet. Kusës beloja ime. 10 vjet më i vogël dukesh. Këstu do kes më pak vap tani. Njerëz shikoni ka hyr një flutur. Gjendja katastrofike. Nuk e di nga zona juaj, po neve themi që kur shif një flutur në shtëpi, është një shpirt e një të vdekurit që ka erdhur të vizitoj, kështu që shpresoj. E dini çfarë shpresoj. Dikur i kisha shumë bezdje, thosha i që njërin tjetrin, tani shef e them, ore thua ti jetë vërtet shpirti i nënkës time. Nuk e di. Mirëmëngjes. Sot e fillojmë ditën me palestër. Ndiem që duhet të marr më shumë sorç, por nuk ndiem rehat kur veç sorç në palestër, të them të vërtetën. Gjithsesi me leggings pëlqet vape. Isha me dy mendje faktikisht, të shkoj të mos shkoj, kënde ande. Bëra një bisedë me veten e i thash, çfarë dreqën po ndodh këtu brenda? Dihet që do shkosh. Nuk e do një gjë tjetër më të mirë të bësh. 1, 2 e paguam palestrën, 3 sapo të mbaroj, do ndim një njerëz i ri. Duhet të pastroj pak edhe këtë. Shandelirin. Unë po ik me vrap edhe shifemi pastaj, sa po të mbaroj, okej? U ktheva, e dini qarë, dalëm direkt në obor. Dan që bemba, jam qull, po laje makinën e pastaj ty të lajmë edhe për vetë. Di unë si lajt në makinë? Jo, kam larë do njerë vetë në makinë? Jo, do e provojmë, po, nuk kam as fungjer për makinë, po kam këto. Do përdor këto. That moonlit sky. Hey, we got lost in each other's eyes. Oh, June bug nights, electric girls, 2 hearts racing, chasing the chills. E dini çfarë, nuk ishte aq që keq sa mendoja. Ja dola, e bera. Do thuash tani është perfekte. Jo, nuk është perfekt. Por në jetë nuk mund të pretendojmë çdo gjë që bëjmë për herë të parë të jetë perfekte, edhe për herë të dytë, edhe për herë të tretë. Në jetë duhet të bëjmë hapa të vockla, avash, përmirësohemi. Asnjëri nuk hapi biznes, lavazh makine, sapo lavi makinën e vet të parë. Tani si një profesionist una nuk e kam bërë, por nuk është ai pluri madh këtu brenda që ishte. Plus mbrapa këtyre karigeve nuk kam si të shkoj si të arrit. Do duhet të hiqen kariget, unë nuk di të heq kariget. Makinë e vockël, por aman. Dhe nuk kam kuptuar diçka. Pse makina ime nuk ka pasqyrë këtu nga ana ime? Ka pasqyrë këtu nga ana e pasengjerit, por nga ana ime nuk ka. Pse? Plus shikoni vëra këta. Tetë janë ki kandël që kisha marrë te Lidli, Banner Vanilja është fantastike. So beautiful. Motra, si shkrojtë provimi mirë? Bravo. Motra kondron çarçafet, lavi makinën. Jam shumë i këqyrësh. U kthe buri me bazilikon që hodhi, edhe ka marrë edhe domate. Ka edhe një domat këtë vogël që ka dalë. Vendosëm të bëhemi kopshtar tani neve. Provojmë. Pse jo, me që po kote fundit e kuptuam se ti mbajmë lule, përdor më shumë logjikën, kështu që pse jo, provojmë. Gjynafe shkreta do vdesi. Unë nuk është vendos të bëj asgjë në këtë jetë. Vendosa unë të dal në darkë. Shi. Vendosa unë të laj për herë të parë në jetën time makinën. Shi. Ora është 2 drekës, ora është 3 drekës. Jashtë është sigurisht natë. Koca e lava, koca u lova. Do mund të kisha parë kohën para se të filloj të laj. Do mundesh. Bera, nuk e bera. Te telefoni im thotë që do bjerësh vetëm për një tetpullore. Është aq sa duhet për ta qelbur makinën time. E gjitha kjo duhet të ndodhte sot. Do ha një fetalate të këshillohem, të ngushëllohem. Suo diario sui disturbi mentali, ma non pensa Bene. Të gjitha mirë po shkojnë. Shumë mirë jam psikologjikisht, shumë mirë jam. Çfarë kam? Kam ikur dritat e pallatit e ka hyr ujë në pallat. Marr klajin të kthehet në shtëpi, kam frikë. Arrita. Burr, mundesh të kthesh në shtëpi se kam frikë të rivet këtu. Po, arrita. Ciao. Shqyr që po ndodh sot edhe Klajdi është këtu afër në zyrë. Hallesh që edhe komshiat e mia nuk janë në pallat. Janë fare vetë në këtë pallat. E kam frikë tani. E dini çfarë? Baj mend që në shtëpi kemi vënë atë gjën e korrentit që po të ndodh diçka të fiken të gjitha dritat edhe mos në
të zero korrenti. Po pra kam frikë mos ndodh diçka, mos bjerë një rufe, mos diçka me korrent, nuk e di. Edhe po më rëzitet njeri që unë nuk kam çfarë të bëj kur nuk filmoj, ja, çfarë do bëj una të javë. Do lej xhama. Përsëri. Se e mbani mend që i lava javën e kaluar. Që nga që është futur te dollapi i rin atje, është meruar ka frikë i shkreti. Erdhën dritat, pushovi shiu, po hap këtu të shoh gjendjen. Kam marrë peshirin se jam i sigurt që do jetë hapur vendi. Okej, gjëra normale, edhe kjo këtu është hapur normale. Shqyqur zotit nuk kanë rënë ato. Dini qarë, kam limonat nga Sorrento, edhe vendosa të bëjnë e tortë. Edhe do i bëjmë. Do fillojmë me vezë. Duam 3 vezë për këtë tortën. Jam bërë eksperte çfarë e vezi. Ka kaluar qatje që nuk dija si t'i hap në fazën që i hap shumë kollaj. As unë vetë nuk e kuptova si ja dola. Dhe sheqer, sa sheqer duheshe? O sheqer, 125 gram. Pa dashje vura 128, s'ka problem. Ku vendoset i mbjellësh aty ta i cepi? Aty, po jo aty. Tu është me mbrojtur. Makina ime nuk është në gjendje aq të keqe. Do ju them, duket asaj gocës që pas recetën. I doli shkum duket sheqeri me vezën. Mua shkum, nuk më ka dalë. Hyra edhe shtypa te Google sa orë duhet të rafësh vezën me sheqerin dhe thoshte 5-15 minuta. Unë kam lënë më shumë se 15 minuta. O diçka kam bërë gabim, Mirëpres këshillat tuaja. Ndërkohë që po rifesh avash i hodha edhe 50 gram vaj e tani duam këtë. Kështu, kro. 70 gram na duen leng limoni. Dhe që e fundit vyusli farina, 120 gram miell. I kam dritat! Jo i kam dritat, i kam prap dritat. Edhe erdhën. Presin t'ju kthejt se nuk bëhet kështu puna. Dhe ve tani direkt këtu. Si lojë është kjo? Dhe tani e miksojmë të gjithën këtej që bërëm. Duhen edhe 7 gram nga kjo lievito. Tuk e vem tani nuk është as njëherë shumë vonë. Ose të paktën te truri im nuk është as njëherë shumë vonë. Mban limon deri tani. Kam vënë këtu edhe boronicat edhe po i miksoj me pak farina. Brenda edhe këto. E tani miksojmë shumë pak që mos i shtypëm të shkretat. Këtu kam përgatitur këtë gjën me gjalp edhe me miell. E kam gjën ngrofur furën 180 gradë. Ajo goca thotë receta provojeni kur do jetë bërë gati me e dini që fusëm thikën brenda e të dalë pastër. Mua këto recetat më japën bezdin. Më thuaj sa ko do, 20, 30, pak a shumë. Pastaj 5 minuta më shumë, 5 minuta më pak, nuk ndodhi gjë apo. Dhe në këtë pikë ta provojmë. I like it. Do me thënë bere një obor në obor. Për Milon, që mos i vadis domatet, thua ti. Njërë, si thoni, do mbillen këto domatet me vërtet? Një do pres të ftojt që t'i hedh sipër sheqer pluhur dhe për dark bera oriz me tono sipër, fasule, misra. Në përgjithësi nuk më pëlqen asnjë peshk, po tono në behar mundem ta ha. Kështu që një herë në javë të paktën mundojmë ta ha. Sa e bukur që duket tani. Kështu në sy në pamje është shumë nice. Por edhe herën e fundit që bëra, po e mbani mend diçka me mirtili, në sy ishte shumë nice, në shije më pak. Le ta provojmë. E të japëm një mendim të sinqert. Kjo nuk është si tjetra. Kjo nuk është shumë e ëmbël. Ose ka lidhje dhe limoni edhe balancon shumë shijen. Te po, këtë ta provoni. Të vërtetën, mos bëj mosa e mirë, ca wow. Shumë e mirë është, shumë e mirë. Mendoj, ndoshta edhe pak sheqer o diçka të tillë. Më shumë sheqer. Sa po bleva bileta për në Shqipëri, jam shumë excited. E vendosa bashkë me ti me motor tani për tani. Dhe diku këtu do ju lej ne të shifemi si gjithmonë te video radhës.